për të prodhuar një rrethon ndryshe. Po, drejt në anën tjetër e përmend edhe vetë e kalojmë tek çështja e formimit të qeverisë. Data 26 është dita kur do duhet që Kurti të prezantoj, në rast se do arrijë që të sigurojë numrat e mjaftueshëm, që nëse shohim datën e sotme, po i bie që edhe 3 ditë ka kohë në formimin e qeverisë. Marrë parasysh gjitha qëndrimet e deri tanishme të partive politike, a e ka të lehtë Kurti t'i siguroj këto vota? PDK-ja thanë jo, LDK-ja disi edhe në studion tonë, edhe në studiot të tjera televizive, edhe në prononcimet e tyre në rrjetet sociale, kanë deklaruar se nuk janë pro bashkëqeverisjes me kryeministrin Kurti. Në anën tjetër, Limaj dim qëndrimet e tij se me Bashën në krye të kuvendit nuk ka vot pro formimit të qeverisë Kurti. Marrë parasysh gjitha këto, ku do i siguroj votat kryeministri aktual në detyrë? Po në parlament tjetër do dhe më s'kemi mi siguru të do të potet të tjerë blend. A është e vështirë realisht, sepse dim që shpesher qëndrimet e partive politike mund të ndryshojnë në moment fundit me atë fjalën magjike për hir të shtetit. Jo, këta nuk janë as për hir të vetin, lema për shtetit. Këta kanë mojt peng kush më shumë e kush më pak. Pa dosht me konstatu se kush ishte, së ta themi, blokuesi gjithë këtij procesi. As njoni grup nuk i kanë votat. Se kanë pas kur. Që kjo është arsyeja pse na vanuna edhe njoni edhe tjetri me votu kryesinë e kuvendit. Kjo është shumë e thjeshtë. Krejt kjo konë, kjo loje madhe e keqe, u konë kush me konë më fajtur. Pra, s'ka pos diçka tjetër blend. Pra, që me e dëmtu njoni tjetër në reputacion, që ku dolëm zgjedhje mja hub do përqindje. Pra, që kjo është konë kalkulimi thjesht. Që një pyetje, nëse lëvizja vetëvendosje fiton zgjedhjet e ardhshme, që krejt thujnë që kosh gjosa që të fitoj përsëri zgjedhjet. Dhe pastaj, bazë të aktgjykimit i takon kryetari i kuvendit, gjykatës kushtetuese, tash po dihet, një kandidat që është i përshtatshëm, e gjojmë diqysh. Pastaj, qysh me bëjë qeverinë e ardhshme? Pse se bojnë që tash opozita, po e presim 3 muaj të tjerë? Realiti tha se do duhet me patjetër një koalicion parazgjedhor të ulen edhe të bisedojnë për programet, po realisht a mund të bëhet? Kush me kë në burr? Ajtes po bëhen pas zgjedhore pa a mund të bëhet kjo? Marr parasysh qëndrimet apo politika gjithçka e mundshme, tu i po qëndrimet kur jo. Apo kupton? Pra, pse me prit na 3 muaj det, por më konstatu rezultati i njëjtë, me hupe 3 muaj të tjerë, edhe me thonë që s'kena pasur se edhe kur të mohon zgjedhjet tashme, edhe nëse mohon tash nëse s'bëmi prapë kjo rezultati. Kjo është tragjedi në kuptimin e plot fjalës. Dhe kjo është produkti një polarizimit skajshëm të skenës politike. Atë kujtohet kur kemi qenë bashkë në ato maratonat e pafundme të komentimit të seancave për zgjedhjen e kryetarit. Një skenë politike, demokratike, që është e polarizuar, ajo s'mund të jetë demokratike pastaj. Polarizimin nënkupton vendosjen e hendeqeve, bllokadave, barikadave kundër njëri tjetrit. As më tepër në sistemet tona sikur çfarë kemi ne, që është sistem në të cilin të duhet domosdoshmërisht një bashkëqeverisje. Jo në si Shqipëni që është një sistem mazhoritar, jo është proporcional. Sa ki vota qas mandat, sa ki mandat qas fuqi politike. I bjen që ja kemi fitu vezvetja këtu kur më marrë vesh nuk kanë. Apo? Me këto qëndrime çfarë i kanë? A di pse? Sepse këta mund të mos pajtohen me Kurtin. Edhe është zgjedhja e tyre. Po se s'po pajtohen LDK me PDK-n e AUK-n në listën serbe bashkë që të bëjnë një shumicë të re. Por këta s'pajtohen edhe me opozitën njëri me tjetrin. Apo kupton, pra kjo është tragjedia. Pse e kanë kaq të vështirë, ndjes që ndërpreva. Pse kanë kaq të vështirë partitë ndoshta që ta pranojnë Kurtin? Ku mund të jetë problemi kryesor? Nuk është vetëm me Kurtin, s'kan leadership. S'janë vizionar. S'marrin përsipër projekte. Këta s'janë dëshmu më burë. Pra, zoti Krasniqi, zoti Abdigjiku, s'kan testat më dhaja politike të krymë ata. Edhe kryeministri Kurti arritjen më të madhe, ka me fitore maksimale, pastaj mundësit për bashkëqeverisje kena dështu që ka të dobët. Bashkëqeverisja me LDK-n është për mua është dëshmu e dobët. Dhe kjo është pika e dobët e tij. Pra duhet të ofrojë modele të mira të bashkëqeverisjes.
Jërë mësu që po të kalëzaj blend. Jërë mësu që punë të mëdhaja mi kryu ata ustallarë të mëdhej, Thaçi, Veseli, Mustafa. Ta s'kan teste, s'kan orë të kryme, s'kan praktik, s'kan leadership, s'kan tregu, s'kan fitu zjedhe këta. Po kuptan? Edhe prandaj, nuk befasona që sillen kësaj politikisht. Neve na duan jo veç kryetar partish me titull, na duan njerëz që prim projektit. Okej, lëvizja vetëvendosje ka pas rrëmje në zgjedhjet e kaluara, është e vërtetë, jo, po përsëri ka mbet në alt. Lidhja demokratike ka pas një rritje që për ta është solide, po për mua është e vogël, sepse LDK-ja do të më konë alternativë politike. Po çfarë kena nguna LDK-n deri sot? Po çka ofron LDK-ja sot? Edhe me kanë e bon këtë punë, sepse veç vetë s'munët, si ka 20 deputet. Qysh me nëntimi bo 60 edhe 41 tjerë, me kanë i bon atë ati. Pro, që unë po du me thonë, Blend është shumë e thjesht. Këta njerëz nuk kanë leadership, nuk kanë guxim, nuk kanë kurajo, nuk kanë, do thoya, vizion dhe interes nacional të parin. Këta kalkulojnë me karrierat e tyre politike, dhe kjo është tragjedi. Në këtë të mosh me kalkulu për karrierat. Jënë tribre, do të më përvu edhe ma shumë, do të me bashkë qeverisë, me bashkëpunu, kështë të më radhë.